Në komunën e Strugës nesër për zgjedhjen e kryetarit të komunës do të rivotohet në 9 vendvotime, nga 78 sa ka gjithsejt komuna e Strugës. Votimet do të jenë në 3 vendvotime në Strugë, vendvotimet 1852 në HC Globëqica, në vendvotimin 1857 në shtëpinë e Shëndetit në Strugë, baraka e shërbimit të vaksinimit, edhe pse në paraqitje figuron se vendvotimi ndodhet në kadastrën e Strugës që përshkakton të llovi dhe paqartësi për zgjedhësit, si dhe në vendvotimin 1860 në ndërtesën e komunës së Strugës. Në fshatin Oktiz votimet të mbahen në 2 vendvotime, 1883 dhe 1884 në Ladorish në vendvotimin 1877. Në vendvotimin 1904 në fshatin Borovec dhe në 2 vendvotime në fshatin Podgorc, në atë 1910 dhe 1911. Nga këto 9 vendvotime ka gjithsejt 7885 votues sipas listës zgjedhore, me një numër të theksuar të zgjedhësve shqiptare dhe pse popullata është e përzier. Kandidati shqiptar për kryetar të komunës së Strugës Ziadin Sela në raundin e dytë të zgjedhjeve arriti të fitoj 17.584 vota nga 20.770 sa kishte paraprakisht, ndërsa kandidati i Maqedonas Vladimir Koçoski 13.957 vota nga 15.276 sa kishte para vendimit të gjykatës administrative.